e falenderojmë Allahun Azza wa Jall, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë ndihmën e Allahut, mbrojtjen e Zotit prej sherrit vetes tonë dhe prej veprat tonë të këqija. Më të vërtet, atë që udhëzon Allahu Azza wa Jall nuk ka devijim për të. Ai i cili devijon nga rruga e Kur'anit dhe Sunetit nuk quhet udhëzim për të. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut Azza wa Jall. Dhe dëshmojmë dhe deklarojmë që Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i dërguar i tij, e meriton që të pasohet suneti i tij deri në ditën e gjykimit. Ibadallah, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jall. O ju rob të Allahut, gjën e parë e këshilloj veten tëm, gjithashtu edhe juve që t'i keni frikën Allahut azza wa jall. Me të vërtet frika ndaj Allahut azza wa jall është një mbrojtje për ne. Me të vërtet frika ndaj Allahut azza wa jall është një udhëzim e cila të udhëzon ka puna e mirë dhe vepra e mirë. Me të vërtet frika ndaj Allahut azza wa jall dhe veçmëria është për çështjeve që të udhëzon në dinin tonë, dynjan tonë dhe të mbron ahiretin tënd. O ju vëllezër, ejuhen nas, o ju njerëz, wa inna mimma awsana bihi rabbana fi kitabihi li qiyamihi ubudiyatihi. O ju njerëz, në prej çështjeve në të cilën na ka porosit Allahu Azza wa Jall në librin e tij që ne të ngritmi për adhurimin ndaj tij është edhe el-ijtihadi fi fi'l al-khairat, angazhimi në punë të mira, me qenë gjithmonë i pari në punë të mira. Thot Allahu Azza wa Jall: Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbukum. Thot Allahu Azza wa Jall: o ju të cilët keni besu. Kjo është thirrje për të gjithë muslimanët që posedojnë iman, besim. Urku'u wasjudu, bë ruku, bë sejdë, wa'budu rabbukum, dhe adhurani Zotin e juaj. Më pas Allah po thot: waf'alul khayra la'allakum tuflihun, dhe je i pari prej atyre që bën vepra të mira, do të jesh prej të shpëtuarit. Shikoj o vëllezër se çysh Allahu Azza wa Jall po e fillon thirrjen e tij për ata të cilët posedojnë iman, besim dhe janë musliman. Ja ju ledhina amenu, o ju të cilët keni besim, jeni musliman, keni iman, bëni sejdë, bëni ruku, po fillon me ruku, po fillon me sejdë, pastaj po vjen wa'budu rabbukum, adhurani të vetmin Zotin ton, adhurimet të përgjithshme që i takojnë në dinin ton, që janë ligjesim prej Allahut Azza wa Jall, i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Pastaj Allah mbas këtyre rënditjeve, waf'alul khayra la'allakum tuflihun, boj i pari, boj për atyri i pari në punë të mira, do të jesh i shpëtuar. O ju vëllezër, qale nabiyuna sallallahu alaihi wasallam: if'alul khayra dahrakum, yani tawali umrikum. Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: bë punë të mira, bë i pari në punë të mira gjatë jetës tënde. Gjithmonë shfrytëzoj jetën tënde kur ndëgjon për punë të mira, if'al khayra, bë punë të mira, do të thonë, bë i pari në punë të mira. Gjithashtu ju vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: at-tu'addatu fi kulli shay'in, mos u ngotni për çdo gjë. Që është far hadithi, çka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos u ngotni për çdo gjë, jepi vetit rahati, qetësi, mos u ngot po thot për çdo gjë, illa fi amali al-akhirah. Pastaj po vjet po thot nguto ku për veprat e ahiretit. Kur e shan veprat e ahiretit, punën e mirë, gjithmonë bëu i pari. Asën të tjera po thot pejgamberi, mos jep vetit stres. Mos u ngot, sabër, këshiri punkt një herë, tani vazhda nguto. Mirë, po për çështën e ahiretit, illa fi amali al-akhirah, po thot vetëm për çështën e ahiretit, veprat që i bujnë dobi ahiretit, aty nguto. Aty gjithmonë je i pari në punë të mira. Ejuhan nas, o ju njerëz, undhuru kejfe jesifu Allahu anbija'ahu. Shiko, medita se qysh Allahu Azza wa Jall po i përshkruan profetët e tij, Ibrahimin, Ismailin,
Ishakin, Jakubin, Zekrijajan, Ejubin, Junusin, Musajn a.s. Gjithta profetet në sutën e Anbiya, qysh Allah Azza wa Jall po i përshkruan, duke thënë innahum kanu yusari'una fil khairat. Më të vërtetë ata ishin të parë në punë të mira. Profet ngritur tek Allahu, zgjedhur tek Zoti, të parë në punë të mira. I garantuan për ta xheneti, i zgjedhur nga ana e Allahut Azza wa Jall. Mirë po, të parë kanë qenë në punë të mira. O ju vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha arada Allahu bi 'abdin khayran ista'malahu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu Azza wa Jall ja dan të mirën robët të tij, e përdor ata si mash, që thojmë na e kemi mashën, të përdor Zoti si mash përdor. Faqila kayfa yasta'maluhu ya Rasul Allah. O i dërguari i Allahut, qysh e për i thanën sahabët kur ndëgjon, o i dërguari i Allahut, qysh Zoti e përdor robën e tij si mash? Qysh e përdor këta? Atëherë pejgamberi tha, yuwaffiquhu li 'amalin salihin qabla al-maut. Allahu i jep sukses, e përqendron në veprat e mira, e ban gjithmonë më ka një pari në veprat e mira para kujna, qabla al-maut, para se me dhona i shpirt. Çka do të thonë kja? Kja jep një kuptim që Zoti kur ta dan të mirën, të përqendron veprat mira. Kur ta dan Zoti të mirën, edhe të ban më ka një përqendrueshëm veprat mira. Kur Zoti ta dan të mirën, ban me qenë i pari në veprat mira. Kur Zoti ta dan të mirën, para se me dhona shpirtin, Allahu të jep sukses me një vepër e fiton xhenetin. Që ky është kuptimi i hadithit. O i vëllezër, deri me tani folëm por me qenë i pari punë të mira, apo tema nuk është për këta. Temën të cilën na do të flasmi është usulu qabl al-khayrat, themeli para veprës. Na në fillim folëm që me qenë të parë në veprat mira. E që tash do të folmi na, do të flasmi na, por themelin para veprave të mira. Në më thonë, para se me qenë me bu vepër, ka dalë mas pari do të me pa themel, apo themel që thujmë na, pasaj veprën. O ju vëllezër, al-usul al-ula, themeli i parë, është të faqahu fi dinillah, me të bu Zoti që me kuptu fejen. Me të bu Allah Azza wa Jall që me kuptu fejen. Pse? Wa ta'allumi al-ahkam shar'iyya, fahmi al-mas'ala shar'iyya, fahmi saliman. Me të bu Allah Azza wa Jall që ti me kuptu shariatin, ahkamet, rregullat e dinit, shariatin e Allahut, ligjet e Allahut mi kuptu meselet e ligjeve të Allahut Azza wa Jall. Pastaj ti me bu vepra. A pe kuptani vllazni? Pastaj ti me bu vepra. Ju vallon pe baj një vepër, a ka në shariatin e Allahut? A ka thonë Allahu që shtot? Jo. E çush pe ban ti? Çfarë rregulla ahkam? A ka rregulla kjo ibadet? E pse ti pe ban këtë ibadet? Domethënë para veprës që me vepru, para se me bu një vepër, ta marrmi themelin. Ta marrmi themelin e cila ka e para, Allahu me të bo prej atyre, ju faqihu fi din, me kuptu meselet e fesë, me kuptu ligjet e Allahut, me mësu ahkamet, rregullat e fesë, rregullat e ibadetit, pastaj me bo adhurimin apo veprën. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Allah Azza wa Jall ja dan të mirën robit e tij, e ban që ai me kuptu fejen. Allah kur ta dan të mirën, ta ban që me kuptu fejen, ta ban që me kuptu shariatin, ta ban që me kuptu meselet e fesë, ta ban që me kuptu ibadetin, para se me bu, a është i mirë, a është i keq, a është bidat, a është shirk, e ka bu pejgamberi, aso na thon se ka bu pejgamberi gjithta këta sene. Mirë po, kërkaja ata, kun ato që Zoti e dan, bëu për tyre. Mundo me mësu dinin fejen e Allahut, mundo me marr këtë temel, pastaj baje veprën. Ejuhel muslimun, o ju musliman, minul usuli qabla al-khayrat, prej themeleve para veprës është edhe at-taqwallahi fi sirri wal alaniya. Me qenë i devotshëm, qoftë në vetmi, qoftë edhe haptazi. Nuk i takan muslimanit me qenë i devotshëm përpara jush. E keni vetë me bu me kate mos më pa kërkosh hiç. Jo është si takan. I devotshëm do të me qenë edhe kur t'je përpara publikut, edhe kur t'je vetëm. E në qoftë se na e kemi që temel,
atëherë ty të hipët apo të hapët një derë për me bo vepra të mira. Merre këtë temel, pastaj ba punë të mira. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Përgatito. E përgatitja më e mirë po thotë është devotshmëria. Do të thonë, para se me bu veprën, përgatitë mas pari me devotshmëri, pastaj bëj veprën. E ju këni me bu gjuna, e pastaj me bu vepra të mira. Çka thoni, e pranon Zoti? Me bu gjuna, pastaj me bu. Jo, Allah po thotë bëj dovat shumë mas pari, pastaj ba vepra të mira. Kjo është kuptimi. Pra ju vëllezër, para veprës tënde jetë për ty themeli devotshmëria. Ashtu që shtanë me ju vëllezër, e ju me bërë gjunahe, pastaj me arë vepra, apo Allah në arrujt, me bë vepra, pastaj me arë gjunaho. Prap da më thonë nuk është temeli. Temeli parë para veprës është devotshmëria, pastaj vepra. Thëtë Allahu Azza wa Jall: "Wa libasu taqwa dhalika khair." Roba, veshja e devotshmërisë është më e mirë për ty. Çka do të thonë kjo? Nuk ta kanë ty me bu veprën para themelit, para temelit. Me bu gjuna, me bu vepra, s'është mirë kja. Apo me bu veprën, me bu gjunan, s'është mirë kja. Mas pari me qenë temeli, veshja, devotshmëria, khairun lakum. Apo aja çka on, dhalika khairun, kjo është më mirë për juve. Devotshmëria është më e mirë se sa vepra jote. Pse? Mas pari merre temelin, boj devat shumë, pastaj vendas se veprën e mirë, apo bëho për atyre të pare në veprat e mira. Ejuhan nas, o ju njerëz, minul usulin qabla al-khayrati, prej themeleve para veprës është ta'dhimi sha'airillah, me madhështu ligjet e Allah Azza wa Jall. Nuk i takan muslimanit, e shenë që është shirk, e shenë që është bidat, e shenë që është haram, e shenë që është gjuna, e shenë që është punë e keqe, dhe ai nuk e madhështan për dini ti për ligjeve të Allah. E pastaj ban punë të mira, pa keq kuptimi. Allah po shkaj omre, kur ta shenë haram. Çudi? Kjo çudi? Ku është madhështia e Allahut? Ku janë madhështit e ligjeve të Allahut Azza wa Jall? Ku është temeli para veprës? Mas pari madhështaje, ligjet e Allahut, obligimet e Zotit, haramet që Zoti ka ndalu, shirkiatet, bidatet, pastaj që të veprën përpara. Thëtë Allah Azza wa Jall: "Dhalika wa man yu'adhim hurumati Allah, fa huwa khairul lah 'inda rabbih." Subhanallah. Shikosh ka po thëtë Allah Azza wa Jall. Kjo ligjet e Allah Azza wa Jall, që madhështohen, apo ndalesat e Zotit që Zoti ka lënë në fenë e tij, po thotë khairul lah, është më e mirë për ty 'inda rabbih, po të cilën ti ban vepër për Zotin tonë. Në thonë Allah po thotë më e mirë të kone është që ti me madhështu ligjet e Allahut, se sa veprën që e ban. Çka i ta kanë me bu veprën kur ta shen apet në haram? Çka i ta kanë me bu veprën kur ta shen në gjuna? Apo në shirk, apo në bidate? Jo, ligjet e Allahut, mas pari, madhështaje, ngrite ata, që ti mbi kokë, pasaj baje veprën. Da më thonë, ki temelin e ligjeve të Allahut, pastaj baje veprën. O ju vëllezër, për këto thëtë Allahu Azza wa Jall: "Ma lakum la tarjuna lillahi waqaran." Çka është me juve që nuk me madhështani Allahun Azza wa Jall? Ky ajet ka zbrit në kohën e kojna, në kohën e Nuhit alayhi salatu wassalam. Ja ka tërheq vërejtën Allah, duke i thonë përmes profetit tij, çka është puna me juve që nuk pi bani ligjet të Allahut, nuk pi madhështani. Çka i erdh popullit të Nuhit apo popullit të Lutit alayhi salam, që të dëvi ju e shkatrimi, shkaku që nuk i madhështonën ligjet e Allahut. Kjo është ju vëllezër, temelin ta marrim mas pari, temelin ti madhështojmë ligjet e Allahut, pastaj ta bëjmë veprën me qenë i pari për tyre. E juhan nas, o ju njerëz, minul usuli qabla al-khayrat, prej temeleve para veprës është e tobe, rujuu ila Allah, pendimi, kthimi tek Allahu Azza wa Jall. Vetëm një ajet po e ceke. Fe in yatuba yaku khayran lahum. Allah po thot, e në qoftë se pendohen ata vinë të ti, pendohen, apo vinë të pejgamberi thonë, o pejgamber, u pendonëm tek Allahu. Çka po thot Allahu? Khayran lahum, është më e mirë për ta se sa veprat e tyre.
Da më thonë Allah për të rejtë vërejtën sahabëve njerëzit që kanë shku tek pejgamberi, edhe kanë dish mu pendu. Se njerëzit ku kanë shku tek pejgamberi ju pendu, ka thonë oj duku me Allah pendun për mëkatin. Atëherë pejgamberi ka po ligjet e Allah, ka thonë Allah ka fal. Mi po çka i thotë Allah, më e mirë për ta, da më thonë është pendimi se sa me ata që afro me veprat që i bujnë të mira. Da më thonë para veprës temeli koka pendimi. Pendimi tek Allah. Mu pendu tek Allah është më e mirë për vetat tona, se sa veprën. E shka i ta kanë për shembull muslimanit, nuk pendohet tek Allahu, mi po bën punë të mira. Shembull, pensojmë, lexon Kur'an, kur ta kshyr ban haram. Shkan umre, kur ta kshyr ban haram. A i ta kanë muslimanit kja? Ku është temeli? Mas pari pendimi, pastaj vepra e mirë. Min el usuli qabla al khayrat. Prej temeleve para veprës është el akhlaq el hasana, morali i mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum ahsanikum akhlaqan. Më vërtet më i zgjedhur për juve është ai i cili ka moralin më të mirë. Da më thonë këto hen në këtë hadith, hin dy sende e para, edukata, morali me Zotin tanë dhe me krijesat të Allahut Azza wa Jall. Nuk i takan muslimanit me bo vepra të mira kur ta shen çfarë morali të prish ka mas pari me Zotin e vet. Nuk i bana adhurimet heq, nuk i merr temelet heq, ban nështë punë të mira, mirë po nuk ka edukat me Allahun. Pastaj i shen nuk ka edukat mas pari as me prindin e vet, as me kujshit, as me familjen, e këni ban punë të mira. Jo, temeli, pastaj vepra e mirë. O i vëllezër e fundit, min el usuli qabla al khayrat. Prej themeleve para veprave as-salah, është namazi, temel, namazi. Nuk i takan muslimanit me bo vepra të mira, mungut vepra të mira, kur ai nuk e fal namazin. E për këtë çështje, për këtë temë, ka shumë ajete dhe shumë hadithe për vlerat dhe themelin e këtij ibadetit. Na vetëm një hadith do e marrmi që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, salatu khairun mawdu'in. Më të vërtet namazi është prej veprave më të mira. Ky është komenti i parë i këtij hadithit. Komenti i dytë, prej adhurimeve më të mira që Zoti ka zbrit mbi 7 çeja ka zbrit krijesave është namazi. Qysh ti ban vepra të mira kur ti se fal namazin? Qysh jep ti sadaka kur ti se fal namazin? Qysh ti mundohesh me bëu dhikr kur ti se fal namazin? Ku është temeli jot? Që të temelin paso bëu i pari në këto vepra të mira.